Gadishulli i Kamçatkës, një nga rajonet më të ashpra dhe më të izoluara të Rusisë, po përjeton një nga episodet më ekstreme të dimrit në dekada. Një stuje e fuqishme bore ka mbuluar qytete të tëra me shtresa dëbore që në disa zona arrin disa metra lartësi, duke kthyer jetën e përditshme në një përpjekje për mbijetesë. Në kryeqytetin rajonal, peizazhi urban është ndëruar rrënjësisht, rrugët janë zhdukur nën borë, automjetet janë të padukshme dhe hyrjet e ndërtesave janë bllokuar. Pamje që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë banor që hapin tunele dëbore për të dalë nga shtëpitë, ndërsa dritaret e kateve të sipërm duken më të aksesueshme se dyert e poshtme. Pasojat gjithashtu kanë qenë tragjike. Të paktën 2 persona kanë humbur jetën, pasi masa të mëdha bore dhe akulli janë shkëputur nga çatit e ndërtesave. Autoritetet lokale kanë paralajmëruar se rreziku mbetet i lartë, veçanërisht në zonat ku bora është grumbulluar për ditë me radhë pa u pastruar. Përballë situatës, autoritetet kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Shkollat janë mbyllur, transporti publik është ndërprer, në disa lagje dhe banorëve u shkërkuar të qëndrojnë në shtëpi. Ndërkohë, zinxhiri i furnizimit është goditur rënd. Dyqanet raportojnë mungesa të produkteve bazë, si buka, qumshti dhe vezët, për shkak të rrugëve të bllokuara dhe vështirësive logjistike. Ekipet e emergjencës dhe mjetet e rënda po punojnë pa ndërprerje për të hapur korridoret kryesor dhe për të siguruar qasje për shërbimet jetike. Autoritetet iraniane po mbajnë të ndërprer aksesin në internet për më shumë se 280 orë radhazi, duke zhytur vendin në një izolim të thellë digjital. Sipas organizatës së pavarur NetBlocks, ndërprerja ka prekur mbi 90 milion banor, të cilët janë përballur me pamundësinë për të komunikuar lirshëm me familjarët, miqt dhe botën e jashtme. Monitorime teknike tregojnë se kufizimet nuk janë thjesht ndërprerje totale, por pjesë e një qasje më të sofistikuar kontrolli. NetBlocks raporton se në disa platforma po zbatohet modeli i ashtu quajtur whitelisting, një metodë që lejon akses vetëm në faqe, aplikacione dhe shërbime të miratuara nga autoritetet, ndërsa pjesa tjetër e rrjetit global mbetet e bllokuar. Ekspertët paralajmërojnë se një izolim i tillë digjital ka pasoja të rënda, jo vetëm për lirinë e shprehjes, por edhe për ekonominë, shërbimet bazë dhe sigurinë e qytetarëve. NetBlocks thekson se ndërprerja e zgjatur e internetit e bën gjithnjë e më të vështirë verifikimin e situatës reale në terren, duke kufizuar transparencën dhe raportimin e pavarur nga brenda vendit. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane kanë sinjalizuar një fazë të re represioni mbas protestave të fundit mbarkombëtare, duke paralajmëruar ndëshkime të ashpra për personat e arrestuar, të cilët i cilësojnë si trazues dhe element të dhunshëm.